Po, është në fakt një hap që është te kaluar shumë vite më parë. Sigurisht që në fillim banorët nuk e kishin këtë, duke filluar dhe nga unë apo dhe shumë qytetarë shqiptarisë. Absolutisht që po. Nuk e kishin këtë informacion ose nuk kishin të ndërgjegjshëm që Vjosa ishte një lumë kaq i rrallë edhe kaq i veçantë për gjithë Europën. U bë një studim që doli në këtë rezultat dhe ishte nisja më e mirë për fushatën për mbrojtjen e Vjosës dhe qëllimi për ta mbrojtur atë bazohej mbi fakte shkencore. Dhe në momentin që ti shkon te komunitetet dhe ja shpjegon këtë gjë, edhe pse është kaq i rëndësishëm, kush janë vlerat, njerëzit e kanë shumë thjesht ta kapin këtë si informacion sepse në fakt ata e njohin shumë mirë lumin. Ato e dinë që aty ka shumë specie, ndonjëherë dinë më mirë edhe se ne që jetojmë në Tiranë dhe janë shumë më afër me lumin. Mjafton vetëm një konfirmim që vjen nga ekspertët që ata vërtet ta marrin dhe ta bëjnë veten edhe si kauzë. Në fakt komunitetet e Vjosës kanë qenë që në fillim pro një mbrojtje. Flasim këtu në kohën kur ne filluam fushatën, flitej për hidrocentralet, pra aty do të ndërtohesh një hidrocentrale. Shpeshherë komunitetet nuk ishin pyetur, nuk kishin dijenin